Produksioni M7 ju prezanton Përmirësimi I zemrave. Morali I mirë. Para se të fillojmë të flasim mbi temën e sotme, të doja t'ju kujtoj që në vende të tilla si ky që jemi mbledhur sot, janë të pranishëm edhe melekët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: ata njerëz që mblidhen në një nga shtëpitë e Zotit, pra xhamit, lexojnë Kur'an dhe e mësojnë me njëri tjetrin, do t'u jepet qetësia shpirtërore. Do t'i rrethojnë melekët, do t'i përfshi mëshira e Allahut dhe do t'i përmend Zoti në banorët e qiellit. Dikush prej nesh mund të ketë lënë punët e tij për të marrë pjesë në këto ligjërata. Dikush mund të mos ndihet rehat. Dikush mund të ketë ardhur me gjithë sëmundjet nga e cila vuan. Por imagjinoni që në këto momente të jemi të rrethuar nga të mirat e Allahut. Imagjinoni që Allah I Madhërisëm ka caktuar melek që enden dhe kërkojnë ata që përmendin Zotin. Dhe kur gjejnë njerëz të tillë, tharasin njëri tjetrin: e jani tek ajo që kërkoni. Pra, melekët kërkojnë njerëz si ne, që të qëndrojnë me ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta melek thot: dhe I rrethojnë me krahët e tyre nga toka deri në qiell. Imagjinoni sa shumë melek duhet të jenë mbledhur dhe na kanë rrethuar me krahët e tyre në këto momente. Do t'i pyes Allah I Madhërisëm, megjithëse është më I ditur se ata: si I gjetët robërit e mi? I gjetëm duke të madhëruar, falenderuar dhe duke të bërë tesbih, I thonë melekët. Do I pyes përsëri Zoti: po, a më kanë parë mua? Melekët do I thonë: jo, o Zot, nuk të kanë parë. Zoti I pyet përsëri: po sikur të më kishin parë? Sikur të të kishin parë, o Zot, dashuria ndaj teje dhe malli që kanë për ty do të shtohej më shumë, përgjigjen melekët. I pyet përsëri Zoti: po çfarë kërkojnë, o melekët e mi? Ja, ky dialog të zhvillohet me Zot e melekëve, për kë është? Ky dialog është për ne. Melekët përgjigjen: kërkojnë xhenetin, o Zot. Po e kanë parë atë? I pyet Zoti. Jo, o Zot, nuk e kanë parë, I thonë melekët. Po sikur ta kishin parë atë, u thot Zoti. Melekët përgjigjen: sikur ta kishin parë, o Zot, do të shtohej dëshira për të vajtur atje edhe më shumë. Do t'i pyet Zoti përsëri: nga se kanë frikë, o melekët e mi? Melekët përgjigjen: kanë frikë nga zjarri, o Zot. Po e kanë parë atë? I pyet Zoti. Jo, o Zot, nuk e kanë parë, thonë melekët. Po sikur ta kishin parë? I pyet Zoti. Do të shtohej frika edhe më shumë prej ti, o Zot, përgjigjen melekët. Do të thot Zoti: jini dëshmitar, o melekët e mi, se unë ua kam falur gjunahet në këto momente. Një nga melekët do të thot: o Zot, në mesin e tyre është edhe filani, I cili nuk është njëri I mirë si të tjerët, dhe se nuk ka ardhur vetëse për një nevojë të tijën. Zoti do t'i thot:
nga këta njerëz nuk do të vuaj asnjë prej tyre. E hapëm këtë temë me këtë hadith që të gjithë ne ta ndjejmë mëshirën e madhe të Zotit, gëzimin e tij dhe të melekëve të tij për ne. Dhe ky është nderi më i madh që mundet t'i bëhet dikujt. Sa njerëz mblidhen në raste të ndryshme dhe nuk e fitojnë këtë mirësi, sepse mblidhen për të vepruar vepra jo të mira. Dhe ja, tani le të fillojmë me moralin, temën tonë të sotme. Le të fillojmë me shkakun dhe qëllimin se përse morali dhe sjellja e mirë është kaq e rëndësishme për çdo fet. Vetëse për të përsosur moralet e larta. Pra, qëllimi kryesor ishte përsosja e moralit. Pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dërgua si mëshirë dhe për të mirën e njerëzimit të mbar. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thot: "E ne të dërguam ty, o Muhammed, vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat." Al-Anbiya 107. Mendoni nëse në një shoqëri dominojnë moralet më të ulta, mashtrimi, tradhtia, veprat e ulta si imoraliteti, a mund të themi se kjo shoqëri është e mëshirshme dhe përfituroni një familje ku pjesëtarët e saj nuk e duan njëri tjetrin dhe e përbuzin njëri tjetrin? A do të ishte kjo familje e lumtur? A është kjo një shoqëri që doje të jetoje në të? Vëreni lidhjen mes hadithit. Nuk jam dërguar vetëse për të përsosur moralet e larta, dhe ajetit: "E ne të dërguam ty, o Muhammed, vetëm si mëshirë për gjitha krijesat." Nuk do të ketë qetësi dhe lumturi asnjë lloj shoqërie pa moral. Dikush mund thot: "Jam dakord me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mësipër, por ibadetet, adhurimet janë më të rëndësishme." Mos do të thuash që morali i mirë është më i rëndësishëm se namazi, agjërimi, haxhi, të përmendurit e Zotit? Përgjigja është: po, morali i mirë është më i rëndësishëm, pasi qëllimi me gjitha ibadetet e lartpërmendura është përsosja e moralit. Dhe nuk do të kishte fare vlerë adhurimi pa pasur moralin. Po të shohim namazin. Allah i Madhërisëm në Kur'an thot: "Fal namazin", se vërtet namazi largon nga të shëmtuarët dhe të irituarët. El-Ankebut 45. Ai person të cilin nuk e ndalon namazin nga veprat e këqija, vetëm se ka bërë ushtrime gjimnastikore, por nga namazi nuk ka përfituar gjë. Vlerë themelore e namazit është kur ti ndalohesh nga të këqijat. Allah i Madhërisëm në një hadith kutsi thot: "Ja pranoj namazin atij që tregohet modest ndaj madhështisë time
nuk tregohet mendjemath ndaj krijesave të mia, nuk ka vdekur duke vepruar gjunahe, ati që më përmend ditën, që më shiron të varfrit dhe nevojtarët, që më shiron gratë e veja dhe njerëzit me fatkeqësi. Po çfarë lidhje ka të falurit me këto që përmend? Nëse ti falesh dhe nuk je i mëshirshëm me njerëzit, është sikur nuk je falur. Allah i Madhërisht në Kur'an thot: merr prej pasurisë së tyre, të atyre që pranuan gabimit, lëmosh që ti pastrosh me të. Et-Taube 103. Pra, edhe qëllimi i zekatit apo lëmoshës qenë ka që ti pastrohesh dhe të përsosesh moralisht. Shikoni se si e lidh Zoti adhurimin ndaj tij me moralin. Dhe kjo, pasi duke dhënë lëmosh, ti mëshiron të varfrit, mësohesh të jesh bujar dhe të largon mendjemallësinë. Jo vetëm kaq, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që të japim lëmosh jo vetëm me pasuri, por edhe me moral. Buzëqesha jote ndaj vëllait tënd është lëmosh. Të urdhërosh për punë të mira dhe të ndalosh nga të këqijat është lëmosh. Të mbushësh enën e vëllait nga ena jote është lëmosh. Të largosh gjëra që pengojnë njerëzit në rrugë është lëmosh. Të ndihmosh një njeri që nuk shikon është lëmosh. Kurse lëmosha më e madhe është kafshata që e vendos në gojën e gruas tënde. Shikoni se si ndryshon bot kuptimi i lëmoshës në fenë tonë. Nga lëmosha në para, kthehet në lëmosh morali. Nuk është gjithçka nëse ti falesh dhe agjeron, nëse këto nuk shoqërohen me moralin e mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mbi agjerimin: nëse dikush prej jush agjeron, të mos flas fjalë të ulta dhe të mos veproj vepra të këqija. Edhe nëse dikush e ofendon, ai le t'i thot: unë agjeroj. Pra, dita që ti agjeron, qenë ka dita e moralit dhe sjelljeve të mira. Më pas, Allah i Madhërisht në Kur'an thot: haxhi është në muajt e caktuar. E kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet të afruar gruas, nuk bën të merr në përkëmbë dispozitat e sheriatit, as nuk duhet shkaktuar grindje. El-Bekare 197. Pra, haxhi është stërvitje e fortë për përsosjen e moralit. Qysh kur e vendos të shkosh në hax, shkon me qëllimin që të ruhesh nga çdo e keqe dhe e dëmshme për veten dhe të tjerët. Në hax nuk bën që të shtysh të tjerët apo t'i ofendosh. Haxhi mund të kryhej dhe në kohë të ndryshme, për vende të ndryshme, duke shmangur kështu turmat e shumta të njerëzve. Por jo, duhet patjetër që të mblidhen 3-4 milion njerëz dhe secili të jetë i moralshëm dhe i durueshëm. Dhe nëse nuk e ke përsosur sjelljen dhe moralin tënd gjatë haxhit në mesin e 3-4 milion njerëzve, a do të mundesh që të përsosësh moralin vetëm me prindrit dhe familjen tënde? E kuptuat pra se çfarë donte të thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalët: nuk jam dërguar vetëse për të përsosur moralet e larta. Ky ishte qëllimi kryesor i mesazhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa njerëz mendojnë se gjëja më e rëndësishme në fe është që të mësojnë Kur'anin, ligjet e fikhut e kështu me radhë. Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur ju lut Zotit tha: Zoti ynë, dërgon ndër ta nga diu i tyre të dërguar
që tu lexoj atyre ajetet tua, tu mësoj atyre librin dhe urtësinë, e ti pastroj prej ndytësisë së idhujtarisë ata. El Bekare 129. Fjala ti pastroj do thotë që i mëson se si të jenë të sjellshëm e të moralshëm. Si shohim nga ajeti, pejgamberi që të dërgohej kishte 3 misione. Tu lexonte shpalljen hynore, ti pajiste me dije dhe të rregullonte moralin dhe sjelljen e tyre. Ky ajet përmendet në Kur'an 4 herë. Një herë përmendet nga goja e Ibrahimit dhe 3 herë përmendet direkt nga Zoti. Në 3 herë që përmendet nga Zoti, radhitja e fjalëve ndryshon nga ajo që përmend Ibrahimi, i cili pas leximit të asaj që i shpallej kërkoi dijen, kurse kur përmendet direkt nga Zoti, pas shpalljes vjen morali. Ashtu siç dërguam nga gjiu i juaj të dërguar tu lexoj ajetet tona, që pastroj. El Bekare 151. Çfarë vlere do të kishte një njeri që ka mësuar gjithë Kur'anin, por nuk thot të vërtetën dhe gënjen? Shkaku i dytë është se tek muslimanët është vënë në re një çrregullim dhe një ndarje mes adhurimeve dhe moralit, mes fesë dhe jetës. Brenda xhamisë sillemi mirë dhe falim namazin rregullisht, por sa dalim jashtë kthehemi në njerëz tjerë. Ky dallim, padyshim që nuk është prej Islamit, i cili është në të njëjtën kohë adhurim e moral, fe dhe jetë, është i plot në çdo gjë. Nga ky çrregullim dhe ndarje kemi sot 2 lloj njerëzish. I pari, një njeri që adhuron Zotin shumë, por sjelljen e ka jo të mirë. I dyti, me sjellje moral të mirë, por adhurimin dhe detyrat fetare nuk i ka në rregull. 2 shembuj dhe 2 lloj njerëzish që nuk kanë të bëjnë me Islam. Feja jo nuk e pranon dallimin mes detyrave fetare dhe moralit. Të dyja janë një. Një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha shokove: "Për Zotin nuk beson. Për Zotin nuk beson. Për Zotin nuk beson." E pyetën shokët: "Kush o i dërguari i Allahut?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "Ai që fëmijët e tij nuk ndihen të sigurt prej tij. Nëse një banon sipër dhe vendos rrobat e lara të thahen dhe uji që kullon bie mbi rrobat e thara të fëmijët, i shkruhet sigur ka vepruar një vepër të keqe. Ai që parkon makinën aty ku pengon lëvizjen e të tjerëve, ta di që ka bërë gjuna." Erdhën disa njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i treguan mbi një grua e cila falej shumë, agjeronte shumë dhe jepte lëmosh, por ajo u bënte keq kumshinjve të saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha që ajo grua do të jetë në zjarr. I treguan dhe mbi një grua që nuk falej përveç se detyrave, nuk agjeronte veç Ramazanin, por nuk u bënte keq fëmijëve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha se ajo grua do të jetë në parajs. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë: "Njeriu më i keq ditën e Kiametit do të jetë ai që njerëzit ruhen nga e keqja që mund të sjellë." Çfarë vlere do të kishte namazi, agjërimi, haxhi dhe lëmosha nëse njerëzit të kanë frikë dhe ruhen për të keqes tënde? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër: "Besimi ndahet në 70 e ca deg. Më e larta për tyre është dëshmia që nuk ka Zot tjetër veç një Zoti,
dhe më e ulta është të heqësh pengesat nga rruga. Pra, prej te si besimtar kërkohet dhe e ke për detyrë që kudo që të shohësh diçka të hedhur në rrugë, të ndalosh dhe të largosh. Dhe kjo është më e pakta që mund të bësh. Nëse kjo është më e pakta që dikush mund të bëj, ç'mund të themi për një nën që i thotë vajzës: zbrit herët para dalin njerëzit dhe hidhin mbeturinat në rrugë. Çfarë vlere do të kishte nëse e kishte falur sabahun ajo nën? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: turpi dhe besimi shkojnë gjithmonë bashkë. Nëse hiqet njëri, do të hiqet edhe tjetri. Ka njerëz që për të thirrur dikë që banon në pallat, përdor borin e makinës duke shqetësuar kudo aty pranë. Dikush tjetër qesh me shokët me të madhe në mes të rrugës, pa ju skuqur fytyra se shqetëson të tjerët me këtë sjellje. Më e keqja është se këto mund të jenë edhe nga ata që falen në xhami. Dikush mund të mendojë që gjëra të këtilla nuk kanë të bëjnë me fenë. Por në fakt, gjëra si këto janë thelbi i fesë. Nëse do të di si e ke besimin, shiko si e ke moralin dhe sjelljen. Nëse do të dish nëse je afër Zotit apo larg, më trego për moralin tënd. Një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyeti shokët: a e dini se kush është i falimentuar? Ata i thanë: tek ne i falimentuar është ai që nuk ka pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha: i falimentuar është ai që ditën e Kiametit do të vijë me shumë namaze, shumë agjerime dhe vepra të mira, por ka shar dikë, ka qelluar dikë tjetër, ka vrar dikë, ka marrë pa të drejtë pasurinë e njerëzve. Këto njerëz do t'i marrin të gjitha të mirat e tij derisa t'i mbarojnë të mirat. Kur t'i mbarojnë të mirat, do t'i japin nga të këqijat e tyre dhe më pas do të hidhet në zjarr. Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit, ata të cilët i shmangen të kotës, dhe ata të cilët rregullisht e japin zakatin, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet, me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj atyre që i kanë pronësinë e vet, për cilat nuk janë të qortuar. E kush kërkon prej tyre dëfrim nga të ndaluarat, të tillët janë ata që kanë shkel normat e caktuara, dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar, e ruajnë edhe premtimin e dhënë. El-Mu'minun 1:8. E robërit e Zotit janë ata që ecin nëpër tokë të qetë. E kur atyre me fjalë u drejtojnë ignorantët, ata thonë paqë. Dhe që për hir të Zotit të tyre natën e kalojnë duke i bërë sejdë dhe duke qëndruar në këmbë. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehenemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë. Ai vërtet është vend qëndrim dhe vend banim i keq. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë, as nuk janë dorështënguar, por mbajnë mesataren e janë të matur. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që e ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bazë të drejtësisë, dhe që nuk bëjnë kurvëri, ndërsa kush i punon këto, ai gjen ndëshkimin.
Ati dyfishohet dënimi ditën e Kiametit, dhe aty mbetet i përbuzër për gjithmonë. Përveç ati që është penduar dhe ka bërë vepër të mirë, të tillave Allahu të këqijat u ashndëron në të mira. Allahu është mëshirues, ndaj ai fal shumë. Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtetë ai është kthyer tek Allahu dhe është i pranishëm. Edhe ata që nuk dëshmojnë rreshëm dhe kur kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke ruajtur karakterin e vet. El Furqan 63-72. Shohim që Zoti përmend pas çdo adhurimi një moral të besimtarëve. Pasi të dyja janë cilësi të besimtarëve. Pra, shkatërrimi është për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm, ata që vetëm shtiren dhe nuk japin as sendin më të vogël. El Maun 4-7. E shikoni se çfarë lidhjesh ka adhurimi i Zotit me moralin? Sa herë që përmendet njëri, përmendet edhe tjetri. Shkaku i tretë është se duhet të jemi njerëz të praktikës dhe mbi çdo moral të mirë që dëgjojmë, ta vëjmë në jetë. Ka njerëz që janë dëgjues shumë të mirë, por për t'i vepruar ato që dëgjojnë dhe mësojnë, janë larg. Prandaj, sa të dëgjojmë për një sjellje të mirë, ta vëmë në jetë që të shpërblehemi. Mësoni ç'të doni të mësoni, por nuk do të shpërbleheni derisa të punoni sipas asaj që keni mësuar. Qëllimi i katërt dhe i fundit për çështjen që po flasim është që të formojmë në vendin ton njerëz të moralshëm dhe me sjellje të mirë. Këta njerëz do dalin nga xhamia dhe do të jenë njerëz të mirë, të besueshëm, të sinqert, adhurues, që e kryejnë me ndershmëri punën që u ngarkohet, të drejtë e që e duan atë dheun. Dijeni se duke mos qenë të moralshëm, ne i largojmë njerëzit e tjerë nga feja. Tani le të flasim mbi mirësinë e moralit të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nuk ka gjë që e rëndon peshoren e punëve të mira ditën e Kiametit më shumë se morali i mirë. Pra, morali peshon më shumë se vetë namazi, zekati e tjera. Muslimani më i mirë është ai që ka moralin më të mirë. Besimtari me besimin më të plot është ai që ka moralin të mirë. Ai që do të jetë më afër meje ditën e Kiametit është ai që ka moralin më të mirë. Gjëja që i çon njerëzit më shumë drejt xhenetit është devotshmëria dhe morali i mirë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhën disa njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pyetën se kush është njeriu më i dashur tek Allahu, ai u ktheu: ai që ka moralin më të mirë. Vreni në renditjen e haditheve. Muslimani më i mirë, besimtari me besim më të plot, ai që do të jetë më pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit, njeriu më i dashur tek Allahu, e tjera e tjera. Përgjigja e gjitha këtyre ishte morali i mirë. Një ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve: a t'ju tregoj se cilin prej jush e dua më shumë? Po, o i dërguari i Allahut, i than shokët. A t'ju tregoj se cilin prej jush e dua më shumë? Po, o i dërguari i Allahut, i than shokët. A t'ju tregoj se cilin prej jush e dua më shumë? Po, o i dërguari i Allahut, i than shokët për të tretën herë. Ai që dua më shumë prej jush është ai që ka moralin më të mirë.
besimtari arrin me moralin e mirë gradën e dëshmorit dhe të atij që falet shumë. Prandaj, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej duke thënë: O Zot, më udhëzo det moraleve më të mira, pasi nuk ka udhëzues më të mirë se ti. Ai lutej për morale të mira, megjithse Zoti e kishte përshkruar në Kur'an, vërtet ti je në një shkallë të lartë të moralit. El-Qalem 4. Gjithashtu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shihej në pasqyrë, thoshte: O Zot, ashtu siç më ke zbukuruar fizikisht, më zbukuro dhe moralisht. Dërsa në një hadith thot: Unë i garantoj një shtëpi në xhennet atij që përmirëson sjelljet e tij. Vëllezër të dashur, ne shpesh herë mundohemi që të lehtësojmë gjërat. E lehtë është të falësh, lehtë është të agjërosh, të lexosh Kur'an, por vështirë është të përsosësh moralin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith: Kur nuk do të mund t'i ngopni njerëzit me pasuri, prandaj i ngopni ata me fytyrë të buzëqeshur dhe me moral të mirë. Mbetet edhe diçka e rëndësishme. A ka mundësi që njeriu ta ndryshojë sjelljen? A është e mundur që kopraci të bëhet bujar? Apo është e shkruar që koprac të mbetet? A ka mundësi që moralet të ndryshojnë? A është e mundur që nevriku të bëhet i urtë? A është e mundur që një vajzë çapkëne të ndryshojë e të bëhet e turpshme? Këtë na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot: Dija fitohet me të mësuar, urtësia duke praktikuar dhe durimi duke qenë i duruar. Me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos një rregull që thot se morali mund të ndryshojë. Mos thuaj kurrë që nuk mund të ndryshosh. Këtë e përkrah dhe realiteti ku shumë njerëz, kur i kanë hyrë rrugës së besimit, kanë ndryshuar aq shumë sa që të afërmit dhe ata që njihnin më parë nuk u besonin syve. Këta njerëz gjodhen hadithin e mësipërm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe besuan se mund të ndryshojnë dhe ndryshuan. Ana e mbrëmshme dhe karakteri i njeriut është si trupi i jashtëm, i cili ka lindur i vogël, por me ushqim rritet dhe zhvillohet. Edhe ana e mbrëmshme dhe karakteri i tij fillimisht lind i mangët, por zhvillohet duke u përpjekur për përsosjen e tij me moral të lartë. E ke parë trupin kur është sëmur? Capi ilaçin fillon e përmirësohet. Po kështu është edhe ana e mbrëmshme. Nëse ke një moral të keq, me përpjekje e punë përmirëson atë. Gënjeshtari nëse kërkon që të ndryshojë, le të fillojë të thotë të vërtetën dhe të përpiqet derisa të arrijë qëllimin. Është e njëjta gjë me atë që kërkon të bëhet sportist. Ai stërvitet me muaj e vite derisa trupi i tij bëhet i përshtatshëm për sportin që ka zgjedhur. Disa njerëz pyesin: po si ta di dhe si ta kuptoj unë që kam të meta dhe si të rregulloj ato? 4 gjëra janë ato që të ndihmojnë për këtë. Në 1, një shok i sinqert që të këshillon, pra shoqërohu me të mirët. Në 2, armiku yt, pasi ata që të urrejnë dhe flasin prapa krahëve tu, ata janë treguesit më të mirë i të metave tua. Në 3, të marrësh pjesë në mësimet që mbahen për moralin, dhe në 4, të mësosh e të njohësh moralet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi ai është njeriu më i përsosur moralisht.
nëse dëshiron të arrish të përsosësh moralin, mëso se si ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si ishte i mëshirshëm, bujar, si sillej me gratë, me të paditurit. Allah i Madhëshëm Kur'an thot: ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e Allahut. El Ahzab 21. Kjo, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është personi i vetëm që u karakterizua me gjitha cilësitë e larta, për cilat ka nevojë njerëzimi, edhe atë deri në ditën e Kiametit. Për këtë, në sa herë që flasim rreth një morali, patjetër do të gjejmë shembuj të jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth atij morali. Isain alayhis salam mund ta marrësh si shembull e një të riu beqar që luftoi për të drejtën, por nuk mund ta kesh si shembullin e një bashkëshorti apo babai, pasi ai nuk u martua. Mund ta kesh Sulejmanin si shembull të një udhëheci të drejtë, të pasur e bujar, por jo si një i varfër durimtar, pasi ai nuk e shijoi varfrin kurrë. Po kush ka qenë i pasur dhe i varfër, i fortë dhe i dobët, udhëheqës dhe popull, baba dhe gjysh, beqar dhe i martuar? Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguar. Do lloj morali që të flasësh, patjetër që duhet të marrësh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembull. E veçantë e jetës së tij është se gjithçka rreth tij dihet, qoftë dhe marrëdhëniet e tij brenda në familje, edhe ato më intimet dihen. Prandaj, ne duhet të mbjellim në zemrat tona dashurinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nuk e ka besimin të plot ai që nuk më do mua më shumë se veten e tij, fëmijën dhe pasurinë e tij. Vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasëria që e fitoni, tregtia që frikoni sot të dështoj, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguari i tij dhe se lufta për në rrugën e tij? Atëherë, pritni derisa Allahu nuk vë në rrugën e drejtë njerëzit e prishur. E Tobe 24. Megjithse këto të gjitha janë gjëra halal, dhe vetë Allahu na ka urdhëruar t'i duam, por nëse i duam më shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta dim që nuk e kemi besimin e plot. Omer ibn Khattabi tregon: ishim duke ecur me pejgamberin, i cili më kapi për dorë. Në atë çast ndjeva nga brenda që desha t'i them pejgamberit: për Zotin o pejgamber, unë të dua. Dhe ja thash. Pejgamberi më pyeti: më shumë se familjen tënde, Omer? Po, i thash. Më shumë se fëmijët e tu, Omer? Po, i thash. Më shumë se pasurinë tënde, Omer? Po, i thash. Më shumë se veten tënde, Omer? Jo, i thash. O Omer, më tha, nuk e ke të plot besimin derisa të më duash më shumë se veten tënde. Më pas dola dhe u mendova për pak çast. Pastaj u ktheva dhe shkova te pejgamberi dhe i thash: për Zotin i dërguar i Allahut, ti je më i dashur edhe se vetja ime. E tani o Omer, tani u plotësua besimi, më tha pejgamberi. E pyeti Abdullahu djali i tij: o baba, çfarë bëre që për pak minuta u ktheve
duke ndryshuar mendimin dhe i the që të dua më shumë se vetja ime. Omeri i tha: O biri im, dola dhe pyeta veten time: për kë do të kem nevojë ditën e Kiametit? Për veten time apo për pejgamberin? Dhe pash që për pejgamberin do të kem nevojë më shumë. U mendova gjithashtu se si kam qenë i humbur më parë dhe ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai që më shpëtoi. Prandaj e desha më shumë se veten time. Abdullahu e pyeti përsëri: O baba, nëse do të harrosh çdo gjë nga pejgamberi, cila është ajo gjë që nuk e harron kurrë? Omeri u përgjigj: Nuk e harroj kurrë atë ditë kur i thash: më lejo të shkoj për umre, o i dërguari i Allahut. Dhe ai më tha: mos harro të lutesh për mua, o vëlla Omer. Tregon Ebu Bekri kur përshuan dashurinë e tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot: kur po emigronin për në Mekë, unë isha i etur për vdekje. Mora pak qumësht që mi kishte mbetur e i thash: pije, o i dërguari i Allahut. E piu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa më iku etja edhe mua. Kjo nga dashuria e madhe që kisha për të. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye një ditë vonë në shtëpi, Thobani, shërbëtori i tij, i tha duke qarë: në braktise, më le qyqe, o i dërguari i Allahut. A për këtë po qanë, o Thoban? Jo, o pejgamber, por kujtova ditën e Kiametit, kur ti të jesh në xhenet dhe unë ndoshta nuk do të jem me ty, prandaj qava. O Thoban, më tha pejgamberi, njeriu ditën e Kiametit do të jetë me atë që ka dashur në dynja. Babai Ebu Bekrit pranoi Islamin, vetëm pasi muslimanët morën Mekë. E megjithse ishte plak dhe i verbër, Ebu Bekri e mori dhe shkoi te pejgamberi që të pranonte Islamin. Kur e pa pejgamberi, i tha Ebu Bekrit: do të ishte më mirë që ne të kishim vajtur tek ai. Ti duhet të respektohesh më shumë, o i dërguari i Allahut, i tha Ebu Bekri. Pasi babai pranoi Islamin, Ebu Bekri filloi të qaj. Kur e pyetën se a për gëzimin që babai yt pranoi Islamin po qan, ai tha: po qaj, pasi do doja që Ebu Talibi të kishte pranuar Islamin në vend të babait tim, pasi kjo dhe e gëzonte pejgamberin më shumë. Para që t'i vendosnin një podium ku të mbante fjalime pejgamberi, ai ngjitej mbi trungun e një palme. Kur i bën një minber podium, u dëgjua një rënkim nga trungu i hurmës, nga që po ndahej nga pejgamberi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti nga minberi, shkoi te trungu dhe duke e përkëdhelur i tha: a nuk dëshiron të groposesh këtu e të jesh me mua në xhenet? Atëherë trungu pushoi nga të rënkuarit. Ditën e Bedrit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porështonte shokët, e shikon njërin prej tyre, Sawadin, që nuk ishte vendosur drejt me rreshtimin dhe i thot: drejtohu o Sawad. Po, o i dërguari i Allahut, i thot. U kthyi pejgamberi dhe pa përsëri që Sawadi nuk ishte drejtuar. Shkoi atje dhe e goditi në bark me një shkop të vogël që e mbante në dorë, duke i thënë: drejtohu o Sawad. Më lëndove, o i dërguari i Allahut, i tha Sawadi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e dëgjoi këtë, ngriti rrobën dhe i tha: merre hakun o Sawad.
se vadi vendosi fytyrën e tij në barkun e pejgamberit dhe filloi ta puth. E pyeti pejgamberi se pse po e bënte këtë. O pejgamber, ju përgjigj, sot mund të vdesim në luftë dhe desha që gjëja e fundit që të prek të ishte lëkura jote. Po, e mbyllim këtë temë duke lutur Allahun që moralin dhe sjelljen e mirë ta bëj nga cilësitë tona. Autor Amr Khalid. Lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.